Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga koalicioni Vlen, Sebajedin Dauti, së bashku me bartësin e listës Bashkim Hasani, zhvilluan një takim me banorët e fshatit Forin, ku prezantuan një pjesë të programit të tyre zgjedhor. Gjatë vizitës që kishte bërë fshati, Dauti tha se ka vërejtur rrugë të papërfunduara që janë lënë në gjendje të mjerueshme për vite me radhë. Pa gjithashtu shumë deponi të paligjshme, të cilat do të pastrohen në ditët e para të mandatit, theksoi Dauti. Ne sot pam disa lokalitete në Forin, edhe në për gjithë vendbanime tjera, po folim tash për Forin konkret, ishte një rrugë e cila kishte ngel pa asfaltuar, prej ke xhamia, një rrugë 500 metra ishte, jon ndahet mjete dhe mendoj se nëse më jepet besimi të jem kryetari i komunës, do të fillojmë asfaltimin e njëjtës me njerë. Gjithashtu ishte një rrugë e vetmja pa kiqe në rjetin e kanalizimit, do thotë në gjatësi ishte gati ke 150 metra sa e pam, edhe ati do të vazhdojmë ato si ma emergjente, pastaj do të fillojmë me pastrimin e mbeturinave, duke filluar nga Forina, po edhe gjithë fshatrat tjerë. Do thotë gjithë fshatrat, gjithë Gostivari është i mbuluar me mbeturina, po edhe me pjesë të mbeturina të egra, se të thojmë deponi të egra. Besoj se në brenda 100 ditëve, ku mendojmë se do të japim atë konferencën e parë, kjo pasqyrë nuk do të jetë më. Dhe dëshiroj që gjithë ta projektet në afat 4 vjeçar t'i kryjmë dhe pastaj mas 4 vjetë të bisedojmë për projekte tjera, për ekonomi, për jetë më të mirë, për jetë më dinjitoze. Në tubim foli dhe bartësi i listës së Vlenit Bashkim Hasani, i cili premtoi se do të angazhohet që shkolla fillore në Forin të pajisur me një sallë sporti sa më parë. Ai kritikoi qeverisjen lokale të viteve të fundit për, siç u shpreh ai, premtimet e pambajtura ndaj banorëve të Forinës. Paramendoni mbas 8 viteve qeverisje, kretë këto premtime të cilat i kanë bërë para 8 viteve dhe si kanë realizu, nuk i përmendin. Tash dalin me parkime nëntëksore në qendër të qytetit. Dalin me projekte vetëm në videot projektume. Gostivari dakord për të bë edhe ashtu parkingje nëntëksore, por ka halle dhe të lashe shumë më primare, ku pastërtia është në nivel, ku nuk ka kanalizime, nuk ka parkingje edhe mbi toksore, jo nëntëksore. Më thonë vetëm për të mashtru edhe mbas 8 viteve, sikur nuk e kam pas mjaft, edhe mbas 8 viteve të premtojmë projekte imagjinare. Për atë, mendoj se duhet një herë për gjithmonë mbas 8 viteve të ndalet kjo uti që ndodhen me menaxhimin e komunës së Gostivarit. Kandidati për këshilltar komunal nga Forina, Valdet Veliu, tha se angazhimi i tij do të fokusohet në zhvillimin e fshatit dhe në mbështetjen të rinjve, në mënyrë që ata të gjejnë të ardhmen në vendlindje e jo të migrojnë. Forina ka potencial të madh, ka njerëz punëtor, ka rini me ide, ka gra dhe burra që duan zhvillim e dinjitet. Detira jonë është ta kthejmë këtë energji në veprim, të krijojmë kushte që të rinjtë të mos shohin të ardhmen diku tjetër, por këtu në vendin tonë. Me përkushtim dhe me bashkëpunim, Forina mund të bëjë shembull i një vendi që ecën përpara me dinjitet e me vlera. Sot, më shumë se kur, kemi nevojë për njerëz që e duan vendin, që punojnë me zemër dhe jo për interesa personale. Unë besoj me ekipin që kemi me vizionin qartë të koalicionit Vlen, mund të sjellim ndryshimin që Forina e meriton. Deputetja Imërlie Saliu, e cila vjen nga Forina, theksoi se fshati nuk është pronë e një individi të vetëm. Ka ardhur koha që me votë u jepet besimi të rinjve, u shpreh ajo. Forina nuk është e një individi dhe në Forin gjithkush çdo i ri, çdo i re e cila ka vizion dhe ka dëshirë ta shoh duke përparuar vendin e vet, mund të dalin në terren dhe të kërkojnë mbështetje. Forina është e gjithë atyre të rive dhe të rejave, e gjithë atyre vajzave të reja, atyre djemve të ri, të cilët dëshirojnë ta shohin të zhvilluar vendin e vet. Dhe këtu asesi Forina nuk duhet t'i përkas një individi, sepse nuk është pronë askujt, por është një vend i dashur për të gjithë ne dhe na tangon të gjithëve që ta ndërtojnë. Në atë kohë nuk mund ta lej pa potencu, sepse u quajtëm bandit,
të cilët shëtisin në përfshat, po fal atij aktivizimi ton bashkë me gjithë ata njerëz të cilët dëshironin ndryshim, sot ka një frymë shumë më të lirshme në fshatin ton, sepse sot midis nesh janë gjithë këto të reja, të cilën atë ndryshim që e filluam në zgjedhjet parlamentare dëshirojmë ta vazhdojmë edhe më tej në zgjedhjet lokale. Ministri i Shëndetësisë dhe një herë shefi i shtabit lokal të Vlenit në Gostivar, Azir Aliu, deklaroi se ndonse Forina ka pasur përfaqësues në nivel lokal dhe qendror, deri më tani nuk është bërë asgjë konkrete për këtë fshat. Momenti është fillojmë të reflektojmë dhe të mendojmë për neve, për familjet tona, për një infrastrukturë më të mirë, për një shërbim më të mirë që mund ta keni në fshat dhe në fund të ditës për moralin që duhet t'ua japim familjeve tona. Se s'mund të jepet votë dikujt që 8 vjet të ka abuzuar me votën e juaj. Kështu që unë nuk kam më shumë çka të folën infrastruktura në Forinë, gjithë shërbimet që i keni, shkolla, mos pasja një sallë sportive, kështu që gjithçka flet vetë për Forinën, për funksionarët që i keni dhe që i keni pasur dhe për komunën e Gostivarit. Ata premtuan se me ardhjen e Vlen në pushterin lokal do t'u vijë fundi premtimeve boshe për Gostivarin dhe vendbanimeve përreth.